në kodrën, ajnin që tash më herët, e që do të quhet kodra shigjetarve, i vendos 50 burra në komandën e Abdullah ibn Xhubairit. Edhe i thotë ju keni menej qëtu. Të më thonë, qëllimi tyne është që dikush mos më u dredh në mes kodrës shigjetarve edhe luginës, që ato 15 metra, 20 metra, 30 sa kanë qenë, që mos më u dredh ushtria e mushrikëve dhe më dalë mbrapa shpinës. Ç't detyre kanë pas. Edhe i thotë këtyne, thotë edhe nëse e shihni që janë të na shkoq ojqit, ose na kanë ra shpendën krye të na çakat, mos e lshani që të pikë. Pejgamberi alayhis salam. Shumë shpërësie. Mos ka me lshuhesh. U bosh ka u bo. Krejtë me na faru neve, ju s'bën me lshuhet pikë. Mirë për 700 përballë 3000 fitojnë. Ma në fillim e fitojnë betejën edhe fillojnë mu shtrekt mu të rejk prej fush betejës. Lufta po is mirë, plani në rregull, strategjia shumë e fortë, fitoria po vjen, idhujtarët u zbrapsen, muslimanët, ushtria muslimane 700, por 700 sa po mujnë po ecin, mbrapa tyne, edhe shigjetarët thanë o kry lufta. Kush? Që atyni që ju tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos zbritni poshtë, edhe nëse kemi nevojë me na ndihmu, ju mos zbritni. Mirë po, këtu pastaj del mësimi i dytë, mon që kjo është ndodh fitne për ta, mirë po për neve, për ta dhe për neve pastaj është mësim. Sepse ndodh ajo që se kishin prit kurrë, se kishin mendu kurrë. Edhe i thënë Abdullah ibn Xhubairit, komandantit i thënë, u kry lufta. Dolëm ta mbledhëm plaçkën. Thot Abdullah ibn Xhubairi, a se keni një që ju ka thonë pejgamberi alayhis salam, a jeni në menjë? Na nuk guxojmë me lshu këtë pikë, po çka u bë? Derisa të na jep shenjë që zbrit. Thot çu bëra ata ekën, plaçka met, na po fitojmë, edhe fillon me lshu pozitat. Do vonë çka? E kundërshton në urdhën e pejgamberit alayhis salam. Ne që e kundërshton masi. Mirë po, me mendjen e tyre e arsyetuan veprimin. Von pejgamberi alayhis salam e kishin tekstin, e kishin hadithin, mos zbritni, këta një se ka orkuva me zbrit. Vllazni ana ndodh neve çka sot. Na s'kemi luftë të Uhudit. S'na ka sprovu Allah me luftë të Uhudit. Mirë po na ka sprovu me veprime sikurse të shigjetarëve. So hadithet i dëgjojmë për mesele të caktuara dhe them, kjo do të më thonë çështo. Po hadithin e ki përpara. Ama kjo do të më thonë çështo. Edhe këta kanë thonë kjo do të më thonë çështo, u kry lufta. Edhe pse na ka thonë pejgamberi alayhis salam, u kry lufta. Po zbresëm. Mos zbritni se hadithi është mos me zbrit. Po zbresëm. Mos sa njeri me mendjen e vet, me planin e vet, e harron hadithin, e lën hadithin edhe i grapon me. Domthon çka i vjen kjo? Kjo i vjen vllazni që na edhe pse falemi, edhe pse jemi fetar, na jemi në pozicionin e shigjetarëve që nuk e kanë marrë fjalën e pejgamberit alayhis salam, e kanë shu pozicionin para kohë.